duhet të koncentrohemi në dhënien e detyrës me merit. Domethënë diçka që kërkohet në çdo vepër. Aq e rrallë është kjo termi përgjithësi. Saqë shumica e njerëzve kur i thua diçka do të thonë fjala përgjithësi, sikur e ndin si ngarkesë e kanë përgjithësi, nuk dinë edhe me shpjegoj se çfarë do të thonë përgjithësi. Që hoxha e kryen këtë punë, ose e kryen arsimtari, profesori, ai tjetri, po. Gjithmonë barën dyqysh ja lojmë tjetrit. Ndale me dorë, varësisht prej pozitës tane që i kemi. Por nëse nuk ke mundësi me dorë, atëherë edhe me fjalë. Por nëse nuk ke mundësi edhe me fjalë, atëherë me zemër. Mirë, po unë mendoj që edhe në këtë kategori na nuk jemi. Bëhuni të drejtë sepse ajo është më afër devotshmërisë. Domethënë, ne si musliman, drejtsinë e kuptojmë sikur pjesë të devotshmërisë, pjesë të adhurimit dhe madhërimit të Zotit Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po Zoti nuk tha bëjeni haxhin do të bëheni takva. Falni namazin do të bëheni takva. Tha Zoti tha bëhuni të drejtë. Domethënë është imperativ i përgjithshëm që përfshin gjithë jetën, nuk na amneston, edhe nuk na mbulon, edhe nuk na ndihmon asnjë element fetar, nëse në mesin e krejt elementeve fetare na mungon drejtësia. Allahu i ndihmon një popull të drejtë edhe nëse janë jo besimtar. Na mendojna se dikush tjetër duhet me ardhë edhe me na i përmirësu situatën, edhe gjendje. Ai nuk niset prej vetes. Para mendoni e pagun një njerë i cili do t'ja tregon vetëm gabime. E na për çka pagujmë na? Na pagujmë na njerëz që njerëzit me na lavdru. Edhe me na i mbulu ato mangësitë tona. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues, jemi në fillim të podcastit në Mexhelis. Tash jemi në sezonin e 3, epizodi numër 7. Në këtë epizod, misafire kemi hoxhën e nderuar Bedri Efendi Lika, të cilët i shprehim mirëserdhje. Hoxhën e se vjen. Mirë se gjetëm Zoti shpërblet për ftesën. Do të flasim për disa tema që mendoj se janë të rëndësishme, nga se ne si hoxhallar shpesh herë njerëzit na shohin sikur njerëz pasiv në shoqërinë ku jetojnë. Edhe na vendosim vetëm në pozitën ato që vetëm japin këshilla, por pas këshillës nuk na intereson se çka ndodh me shoqërinë tonë dhe me vendin tonë, me ku jetojmë, ku punojmë. Do të flasim pakës për atë që quhet meritokraci, që është një fjalë që shpesh e dëgjojmë nga njerëzit, po nuk e dim sa e kanë kuptuar. Çfarë do të thotë meritokracia? Po pyetje me vend është, edhe këto janë çështje domethënë që janë të nevojshme çdo herë, sepse jeta zhvillohet mbas meritokracisë në çdo gjë. Jo vetëm në pozita të larta ose funksione të larta shtetërore. Sepse ju e dini edhe na shpesh i përsëritmi këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë bazike për jetë, që janë bazike në menaxhimin e jetës, qoftë në rrafshin individual, qoftë në rrafshin shoqëror. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati kulli dhi haqqin haqqa. Çdo kujt jepja pozitën e merituar. Domethënë na këtu duhet të koncentrohemi që të mos ketë hatër në çdo gjë. Qoftë edhe në gjonat më thjeshta, sepse kjo porosi nuk është vetëm porosi, por është parim jete. Për të na mbar jeta, në gjitha rrafshet e jetës, duhet të koncentrohemi në dhënien e detyrës me merit. Domethënë, kjo është porosi e fesë dhe porosi e Zotit, e pejgamberit, që na të veprojmë në bazë të parimit. Në momentin që na shkalojmë këtë parim, atëherë do të na vinë çrregullime dëmës. Dhe kjo është e vërtetuar në jetën tonë. Çdo herë kur kemi pas hatër ndaj dikujt që nuk e ka merituar dhe e kemi ditë që nuk e meriton, po i kemi mshëlsit. Edhe shpesh herë kështu na ndodham.
edhe mendojmë se edhe rezultati vjen për hatër. Thjesht na zhvillimi i jetës është në dorën tonë, ama rezultati ka rregull. Rezultati ka rregull. Dëshirojmë sukses. Po rezultati s'ka hatër. Na mund ta menaxhojmë jetën në bazë të hatrit, ama rezultati nuk vjen në bazë të hatrit. Vjen në bazë të meritës. Ashtu qysh e ke mbjell, ashtu edhe e korr. Nëse ka lëshime gjatë patjetër. Procedurës, sigurisht ka pas lëshime edhe gabime në rezultatet e asaj që ma. Patjetër. Përderisa domethënë rezultatet nuk i kanë gëzu njerëzit që kanë jetuar me pejgamberin sam kur kanë pas hatër. Mos flasmi për neve domethënë që jemi shumë larg jetës pejgamberit alayhis salam. Tu mendu se thjesht na jemi muslimane, falim namazin, i kryjmë disa rregulla, por këtu në këtë çështje do të bëjmë pak hatër se ndoshta e kalojmë ashtu. Këtu na e shfrytëzojmë këtë domethënë si hile dhe çdo herë rezultati nuk na ka ardhur ashtu siç e kemi paramenduar. Edhe kjo është rregull për gjithë, është rregull universal. Vetëm faqet ndërprej. Për shembull, njeriu do e blen ndonjë pajisje për shtëpinë e tij. E shikon cila është më e mirë, cila e ka garancionin më të gjatë, cila ka pjesë, cila përshtatet me dizajnin e kuzhinës apo shtëpisë që kemi. Nëse kur vjen çështja për diçka që është ndoshta më me rëndësi, është diçka një përgjithësi, për shembull, nuk interesohemi prindërit për arsimtar që punson në arsim. A janë kualitativ, a i plotësojnë kushtet, domethënë a janë të aftë të punojnë me fëmijë, a kanë përvojë të mjaftueshme. Kjo sikur nuk na intereson. Ja kena lënë disa njerëz të tjerë, të cilët shpesh edhe kanë këtë çka thonë ti. Për hatër i bëjmë po. Edhe ashtu domethënë edhe rezultatet jemi tu i përjetu në bazë atij hatrit, domethënë që me një farë mënyre po ja na shkalojmë. Edhe dyqysh në u ka bo pjesë e kulturës to, kjo është e keqja, dhe nuk jemi të vetëdijshëm se çka jemi tu bo. Shpesh herë unë tham kështu, veç po na mbet lodhja pa rezultat. Për atë edhe një prej qëllimeve kryesore kur Zoti e krijoi Ademin alayhis salam, Zoti çka i tha melaçeve? O idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Domethënë e kam kriju njeriu që të jetë më këmbës, i cili do të jetë më këmbës. Çka nuk kuptoj me fjalën më këmbës? Domethënë kjo është një pozitë e lartë që Zoti ja ka dhënë vetëm njerit. Domethënë ti nuk mundesh me qenë më këmbës nëse nuk e meriton të jesh më këmbës. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe që Zoti ja ka vesh njeriu dhe përgjegjësia nuk është ngarkesë, nuk është telash. Përgjegjësia është diçka që përshtatet me njeriu. Edhe thjesht me një farë mënyre, njeriu i cili jeton me përgjegjësi, ai e din se çka është njerëzia. Njeriu i cili jeton me përgjegjësi, e din se çka është krenaria dhe i din vlerat njerëzore. Dhe në të kundërtën, në momentin që na hub përgjegjësia, domethënë jetën tonë, në çfarë do vepre, qofshin ato në vepra domethënë të adhurimit dhe qofshin ato vepra të jetës së përgjithshme, domethënë. Sepse për neve muslimanëve gjithë jeta është adhurim. Domethënë se çdo vepër me cilën na arrim kënaqësinë e Zotit, na besojmë dhe jemi të bindur se me atë vepër ne i afrohemi Zotit, edhe për asaj vepre na shpresojmë shpërblim edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Andaj përgjithësia është diçka që prej neve Zoti e kërkon çdo gjë, që të jemi të përgjithshëm, që gjëra domethënë t'i vendojmë sipas meritave, nëse dëshirojmë që jeta, domethënë për neve të jetë një mirëqenie, të jetë një jetë e cila do të na shërbej dhe me cilën jetë domethënë do të ndihemi të kënaqur. Kështu që na musliman, na besimtar, duhet të jemi shumë të vëmendshëm në këtë pikë. Domethënë të mos se arsjetojmë veten thjesht vetëm si jemi musliman, a realisht domethënë çështjen e përgjithësisë ta lojmë shumë anësh. Kurse përgjithësia është diçka thelbësore, domethënë diçka që kërkohet në çdo vepër. Aq e rrallë është kjo termi përgjithësi,
Saqë shumica e njerëzve kur i thua, diçka do të thonë fjala përgjithësi, Sikur e ndinë si ngarkesë, e kanë përgjithësi, nuk dinë edhe me shpjegua se çfarë do të thonë përgjithësi. Nga se kanë humbur konceptin e përgjithësisë. E kanë pasur si njerëzit kalojnë lehtë me gjithë ato lëshime që i bëjnë, me gjithë ato shkeljet ligjore që i bëjnë, edhe po them kjo përgjithësia është diçka utopi, nuk është diçka reale. Sikur se me përgjithësinë duhet të mirë dikush tjetër jone. Po. Realisht përgjithësia është për çdo njërin. Domethënë, kjo është ajo kulminacion. Kjo përgjithësia lidhet me atë amanetin që ne si krye familjar për shembull, brenda familjes se ke amanetin që ta mbrojsh, ta mirëmbajsh familjen tënde, ti krijosh kushte sa më të mira me ndihmën e Zotit për jetë. E nëse ti në këtë nuk u mëson atë që quhet meritokraci, edhe çështjen e përgjegjësisë, kjo është vetëm se një hap drejt dështimit. Është interesant se gjitha, nëse ndalemi prej se rastet edhe ndodhite profetike të pejgamberit alayhis salam, sikur se në çdo thonje dhe në çdo veprimtari pejgamberi e ka theksu këtë punën e përgjegjësisë. Paramendo për shembull edhe ai sahabiu kur ka ardhe ka puth një fëmijë dhe si ka puth tjerët. E sheh për shembull që pejgamberi e ka ngrit më një herë vetdijen e tij. Ai e ka zgjësu, ka menduar se s'ka bë diçka të madhe. Po, s'ka bë diçka në gabim të madh. Por pejgamberi ka dashur me këtë vepër ta mbjell kulturën e përgjegjësisë. Edhe e shef për shembull se pejgamberi i ka kushtuar rëndësi të madhe edhe te çështja e përçafimit të fëmijës. Domethënë që ajo të bëhet me drejtësi. Po ajo të bëhet me drejtësi, ajo të bëhet me përgjegjësi, ajo të bëhet me merit. Vetëm para mendoj hoç se me këtë veprim pejgamberi sa me këtë këshill që ja ka dhënë, sa probleme të ardhmen ka parandaluar. Se tek fëmia mbetet ajo kultura. Përshtypja se baba im nuk më ka përqafu asnjëherë, apo e ka përqafu, a vetëm njërin na ka ndarë. Kjo padrejtësi, a din se sa ka mundësi pastaj me shkaktu konflikte dhe mosmarrëveshje të brendshme brenda vëllezërve që janë të një babaj dhe të një nënës, ato për shkak të kësaj, shikoni kjo me quajtur një psikologji preventive që e ka tregu pejgamberi sa më para, ose rasti kur njëri jep një dhuratë njërit prej fëmijëve, tjetri nuk jep. Të kthej revoltohet pejgamberi. Domethënë çështja e revoltimit, domethënë ndoshta na do ta kishim kalu këta. Apo se kur gjë s'ka bë, thjesht. Jo, pejgamberi thjesht nuk ka shpërkufizuar me rastin. Domethënë pejgamberi ka dashur me mbjell ka dashur me vetdisu atë edhe neve dhe kret pasues e pejgamberit për diçka shumë madhore. Ajo është çështja e përgjegjësisë, edhe çështja e emanetit që e thave. E që për fat keq domethënë në kohën e sodit, sikurse e shohim çështjen e përgjegjësisë dhe emanetit si çështje dytësore që edhe pa ta mundust me kalu pa. Ne jemi të vetëdijshëm se emaneti më i madh që njeriu Allah e ka krijuar që të jetë më këmbës i Zotit në tokë me mision të qartë, ta adhuron dhe ta madhron Allahun dhe ta rregullon jetën sipas asaj që Allahu ja zbret prej shpalljes. Por ka edhe amanetet tjera, për shembull fëmijët që na jep Zoti janë amanet tek ne. Nëse jemi imam në xhami, xhamatin e kemi amanet se prej ne varet orientimi. Është. Edhe ky amanet sa e kanë kuptuar njerëzit se është diçka se ne shpesher mendojmë vetëm për ata amanetin personal që e kemi si individ, po kemi edhe një amanet i cili është amanet shoqëror. Pejgamberi jo rastisht ka thonë me largu pengesën nga rruga është pjesë e imanit. Është. Me largu pengesën, ose edhe në rastin për personin që do të hyjë në xhenet vetëm për shkak të një degës apo një druni që ka qenë në mes të rrugës se ka larguar. Është. A mendon se tek njerëzit ka nevojë të flitet se mos mendoni se ju jeni të amnistuar nga përgjegjësia dhe nga amaneti për mirëqenjen e bashkësisë ku jetojnë. Po është fakt, domethënë se diqysh është krijuar një farë mentaliteti në shoqërinë tonë se atë që e thash edhe më herët. Nuk jemi të obliguar gjithë ta ndërtojmë shoqërinë.
që hoxha e kryen këtë punë, ose e kryen arsimtari, profesori, ai tjetri, po. Gjithmonë barën dyqysh ja lojmë tjetrit. Barën ja lojmë tjetrit. E ky mentalitet neve po na kushton jetë. Edhe shpesh herë e kemi vërejt edhe na si xhallar, flasim shumë, bëjmë aktivitete shumë, por e shumë që rezultati është ndoshta edhe ndër minimal. Problemi është se me një farë mënyrë sikur po e kupton shoqëria jonë dhe xhamati jonë, se hoxha e tha edhe detyra e hoxhës është me kry kret punt. Po. Kurse realiteti nuk është kështu. Po. Thot pejgamberi sa kullukum ra'in. Nuk tha vetëm hoxha është bari. Nuk tha vetëm profesori është bari. Tha kullukum ra'in. I përfshin gjitha klasat e njerëzve. Hoxhën, profesorin, punëtorin, shitsin, çdo njëri është përgjegjës, çdo njëri është bari, çdo njëri e ka një emanet. Kullu nefsin bima kasabat rahine. Po, secili, domethënë, në qafën e tij ka një përgjegjësi për cilën ai do të jep llogaria. Në këtë format, domethënë, nëse edukohet shoqëria, të cilën shoqëri na e shohmi si model në aspektin teorik të gjeneratën e pejgamberit alayhis salam, se kështu i edukoi pejgamberi sa. Dhe çdo njeri e shifte veten si faktor të rëndësishëm. Këtu është me rëndësia nëse njerëzit sot e kanë humbat faktorizimin. Mendon që nuk është faktor, mendon që thjesht edhe nënverson vetveten. Kurse realisht Islami, Kurani, Suneti e pejgamberit sa na mëson ndryshëm që bashkarisht ndërtojmë, bashkarisht ta ngrisim mizanin, bashkarisht flasim, bashkarisht domethënë ti eliminojmë ato gabimet që i kemi. Po spaku me atë që ke mundësia. Qysh ka thonë pejgamberi sa, nëse shef një të keqe, domethënë, ndale me dorë, varësisht prej pozitës tane që i kemi. Por nëse nuk ke mundësi me dorë, atëherë edhe me fjalë. Por nëse nuk ke mundësi edhe me fjalë, atëherë me zemër. Mirë, po unë mendoj që edhe në këtë kategori na nuk jemi. Domethënë dyqysh e kemi dalë zbehe dhe ajo ndjenja e se realisht refuzimit të së keqes. Po, se realisht një njeri i cili e brengoset për një të keqe. Ajo breng, domethënë do ta motivoj njerin që të ketë një produktivitet për zgjedhje një mënyrë ose një metodë që ta eliminoj të keqen. Por fakti që domethënë te na vetëm po shtohen këqijat, vetëm po shtohen dukuritë negative. Kjo është dëshmia më e madhe se na as në kategorinë e tretë të hadithit nuk marrëm pjesë. Madje ndoshta edhe vetveten e arsyejtojmë ato tjetër, ma keq kanë bërë. Unë e bilem sa kumbosh është kjo është alo më e keqe. Kur krahasimin e relativizon gjënajen. Kur krahasimin e bëjna domethënë me gjëra të këqija. Domethënë e keqja ime nuk ka shumë e madhe, sa ai tjetër e ka bënë të keqe më të madhe. Domethënë edhe tash me këtë mentalitet, domethënë të njerëzve, qofshin edhe musliman, nuk shkohet përpara, nuk ecim përpara. Domethënë thjesht kjo po na lodh shumë në jetën tonë, edhe kjo po hap derë të këqijave tjera, domethënë që do të na përmbysin edhe më shumë. Çështja e drejtësisë. Allahu në Kur'an kur flet për drejtësinë thotë i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Bëhuni të drejtë sepse ajo është më afër devotshmërisë. Domethënë, ne si musliman drejtësinë e kuptojmë sikur pjesë të devotshmërisë, pjesë të adhurimit dhe madhërimit të Zotit Allahu subhanahu wa taala. Me këto mungesë të përgjegjësisë, mungesë të kuptimit se sa i rëndësishëm është edhe sa i rëndë është amaneti, me mungesë të asaj që quhet meritokraci. Sa kjo ndikon që në rafshin më lart jashtë shtëpive tona, në rafshin shoqëror, të dobësohet ajo që duhet me qenë drejtësia institucionale, apo drejtësia shtetërore, drejtësia shoqërore. Kur jemi te drejtësia, domethënë këtu është një problematik tjetër që ndërlidhet njëna me tjetrën, domethënë.
Këto janë boshte, këto janë shtylla, të ndërtimit. Madje na gjithmonë e potencojmë se Zoti është i drejtë. Në bazë drejtësisë e ka zbrit Kur'anin, në bazë drejtësisë qëndron kam feja Islami. Dhe me një farë mënyre, në bazë drejtësisë na do të qëndrojmë kam. Në bazë drejtësisë do të jemi shembull më i mirë. Në bazë drejtësisë do të eliminohen të këqijat. Domethënë drejtësia është një magnet, domethënë një tërheqës që ngre edhe afron shumë vlera dhe në të kundërtën. Kur s'ka drejtësi, s'kan ku qëndrojnë ato vlera tjera. Thjesht drejtësia është një trung që në vete bart dek dhe e kundërta. Kur nuk kanë shki trup i dek, ku qëndrojnë dekët? Po s'kan ku qëndrojnë. Domethënë, në bazë drejtësisë, andaj edhe Zoti i Madh shumë mirë thotë, i dilu, domethënë, t'jeni të drejtë. Nuk tha t'jeni të drejtë kështu, domethënë, drejtësinë e ndërlidhi me gjën më të shtrenjtë në fejen tonë, ajo është devotshmëria. Domethënë, unë mendoj se çdo një musliman kishte ëndruar të jetë i devotshëm. Apo? Edhe çdo një besimtar. Ajo është pjedestali më i lartë, domethënë të jesh i devotshëm. Por faktikisht në gjendjen tonë reale, me një farë mënyre dyqysh mundohemi këtë pozitë nalt ta arrim me gjana tjera që s'kan të bëjnë me drejtësinë. Për shembull, na mendojmë nëse falemi, për shembull jemi takva. Nëse i falmi 5 kote namazit, jemi takva. Lidhim kantar, nuk ka problem. Ajo s'ka lidhjem, po s'prish puna ajo, po. Ose për shembull nëse shkojmë në haxh, për shembull, jemi takva. Ose mirë, po Zoti nuk tha bëjeni haxhin do të bëheni takva. Falni namazin do të bëheni takva. Tha Zoti bëhuni të drejtë. Domethënë është imperativ i përgjithshëm që përfshin gjithë jetën. Domethënë drejtësia është diçka, një shtyllë e cila kërkohet domethënë prej edhe drejtësia nuk ka të bëjë me fetarinë e njerit. Mirë, po ajo që kërkohet më shumë ti drejtësia kërkohet për njerit fetar. Mirë, po është një rregull. Domethënë është një rregull hynor i Zotit. Kushdo që e zbaton drejtësinë, edhe nëse Allah e ndihmon. Pastaj domethënë te ajeti kuranor ku Allahu në Kur'an thotë wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Allahu, domethënë nëse një popull janë mizor edhe të padrejt, nuk tha nëse ai popull domethënë atë tërheqin njëri ka tjetër. Nëse një popull janë të padrejt, janë zullumçar, Allahu a cakton dikan që do të jetë më zullumçar se ata. Dhe kjo është si pasojë e padrejtësisë. Po. Prandaj domethënë kemi edhe shumë raste, domethënë që historia e ka dëshmuar se edhe njerëzit që kanë qenë fetar, mirë po nuk kanë qenë të drejtë, domethënë kanë përjetuar mjerime në jetën e tyre. Domethënë nuk na amneston, edhe nuk na mbulon, edhe nuk na ndihmon asnjë element fetar nëse në mesin e krejt elementeve fetare na mungon drejtësia. Drejtësia është bazë. Andaj që ka thënë edhe Ibn Taymija rahmetullahi alayh, Allahu i ndihmon një popull të drejtë edhe nëse janë jo besimtar. Dhe Allahu nuk e ndihmon një popull të padrejtë edhe nëse janë fetar edhe besimtar. Është domethënë një rregull që duhet domethënë shumë të mendohet rreth kësaj, edhe të investojmë, edhe ta ngritmë mizanin, edhe ta vetëdijsojmë popullin ton se drejtësia është diçka që ka të bëjë me fenë tonë. Drejtësia është thelbi i besimit tonë. Drejtësia është thelbi i namazit tonë, drejtësia është thelb, domethënë pa drejtësi nuk ka asgjë, nuk ka pesh asgjë në jetën tonë. A është më e rrezikshme drejtësia shoqërore, pa drejtësia shoqërore apo ajo që është individuale? E kam për qëllim një padrejtësi e cila i prek ma shumë kategoritë e njerëzve, është shumë më e rrezikshme se sa
një padrejtësi ndoshta e cila është individuale. Ka të bëjë me vetë individin, po. Ka të bëjë me vetë, ose mendon një person tjetër që janë të kufizuar. Se sot me të vërtet këto padrejtësi di që sikur i kaloj mururën Kiran, nuk ne intereson be. Alhamdulillah, mirë, unë kam kushte, ti ku me regullu punën tim. Nuk duhet me pas një ndjenjë me të refuzimit të kësaj padrejtësisë që bëhet në një nivel të lartë që përfshin shumë njerëz, shumë kategori të njerëzve, shumë profesioneve. Kjo pyetje shumë me vend, sidomos kjo na tangon neve, në kohën e sotit. Edhe kjo është një realitet i dhimbshëm që kur takohesh me disa, thjesht ai ka rregulluar jetën e tij individuale, edhe megjithëse ai e shef se çka ashtu ndodh në shoqëri, po mendon se është imun, i mbrojtur, unë jetoj në në kështjellën time. Po, unë jam mirë. Te unë s'mrin kur gjë. Te unë s'mrin kur gjë, edhe unë domethënë jam larg kësaj. Është interesant, e lexoisha një ditë, më pëlqeti. Në rasti Napoleonit kur e pushton Egjiptin me Mohamed el Kerim, që ka qenë njëri prej rezistuesve që i ka bërë ballë ushtrisë Napoleonit, edhe pasi e kap Napoleoni, i thot kështu, unë nuk kam qef në historinë time mu regjistru se kam vra heroj. Para mendoj se i mençur. Edhe pse zullumçar, po i mençur. Të cilën mençuri mendësia e perandorit, se unë do ta bëj perandorin time, po perandorin time nuk duhet të shënom sikur dikush që i ka vrarë trimat. Edhe thot vetëm në mënyrë thot do të pagush 10.000 monedha ari, edhe unë kam e të liru, që të arsjetohem para popullit. Edhe thot jo, thot populli jem më kanë borgjë më shumë se 10.000. Thot do dalë, do t'i mbledhit e popullit dhe do t'i sjellë. Edhe del të populli Muhammed el-Kerimi, i cili kishte rezistu për të kriju një jetë që njerëzit jetojnë me dignitet njerëzor, edhe kur del të populli vetë, pikrisht ata e fillojnë ta sulmojnë. Jo që nuk ja kthejnë borgjin, jo që nuk e ndihmojnë, madje edhe akuzojnë. Edhe kthehet te Napoleoni. Edhe i thot Napoleoni, thot, e di çka thot. Nuk kam me të vrarë, thot, që ke qenë kundërshtari jem. Po kam me të vrarë që ke luftu edhe ke sakrifiku për një popull se meriton, që ka shit lirim për interesa personale. E kështu na shpesh neve na ndodh kjo. Edhe këtë po e përjetojna në jetën tonë. Unë jam i punësum, unë jam në rregull, mu ma ka afru këtë shërbim, megjithse për shembull pas meje janë me qindra njerëz që domethënë kanë probleme reale, të cilët probleme ata i përjetojnë për çdo ditë. Kjo neve po na mungon. Ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ta thuash në teori është lehtë. Besimtarët janë si një trup. Çfarë po? Kur vjen? Mirë po, kur vje koha për me zbatu këtë, fillojna me gjetë 100 arsye. Po unë jam mirë, po do të bëhet më mirë, po do të bëhet kështu, do të bëhet ashtu. Edhe kjo është një sprovë me të cilën Zoti neve po na sprovon për të na pa dhe për të na nxjerrë në shesh dijen ton, sinqeritetin ton, guximin ton, se jeta është e shkurtë. Jeta është e shkurtë, edhe jeta është me epizodat e saj për të na konfirmu se a jemi ata që na shpesh pretendojmë për veten apo jo. Ne këto që i themi, piknisin e kemi tek ajo që i ka thonë pejgamberi sa men ramin komun kerem fel yugayirhu, kush nga ju e sheh një të keq dhe të mundohet ta ndryshoj, ta largon me dorën e tij, me fjalët e tij edhe më në fotot me zemrën. Edhe nëse ne shohim se diçka nuk ka në rregull, është shumë një gabim dhe një mendje lehtësi që ne me mendu se ne jemi të mbrojtur nga ajo. Herë do kur do, edhe ti do të prekësh. Edhe është obligimi yt si besimtar me çu zënë arsyes. Unë nuk tham që me u rebelu, me bë gjëra, me shkatru pronën publike apo diçka tjetër, po qëllimi është që ne ta evidentojmë se ndonjë padrejtësi
e cila ka marrë për masa të gjëra, dhe detyra jonë është si shoqëri të mundohemi të largojmë këtë padrejtësi edhe ta rikthejmë drejtësinë. Unë mendoj se jemi në një situatë shumë të keqe ku po vërejët kjo, nuk e dim se çka është e jonja. Çka më takon mu, edhe çka të takon ty. Sa që do më thonë, na vjen turp me kërku dhe me ngrit zonin për diçka çka është e jemi. Çka është të takon? Çka të takon. Unë isha njëherë në Gjermani edhe nuk më kujtohet qytetit, në cilin qytet, edhe ishte njëri që punoj në komunë. Tha hoqta, kryetari i komunës, ta ju ka bërë thirrje qytetarëve, e kam përmend këta në disa vene, për me tregu vetdijen e atij populli se edhe pse nuk janë besimtar, edhe pse nuk janë musliman, mirë po ata e kanë gjetë kodin e mirëqenjes. E kanë gjetë kodin e bashkëpunimit edhe zhvillimit të dobishëm. Domethënë një jetë që do t'i shërbej shoqërisë. Edhe thash, pse thash ka bërë thirrje? Thot kryetari thotë ju ka bërë thirrje qytetarëve që të informoj qytetarët se çfarë është obligimi i komunës ndaj qytetarëve dhe çfarë është obligimi i qytetarëve ndaj komunës. Dhe të ne shpesher, për shembull, e quajnë debat publik. Do më ndryshu ligji për arsim, shpallën debat publik, të hapur. Çka do thonë kjo? Që secili që e ka lexuar propozim ligjin, e jep vërejtjen e vet, e shikon se kjo nuk shkon kjo, për kundër kësaj jam të ne shpesh ligje shumë të rëndësishme, për shembull për mua, dhe për muslimanët më kanë i rëndësishëm ligji për arsim fillor. Se arsim fillor është baza. Ç'është? Nëse ti nuk interesohesh çfarë të drejta ka fëmia jot, munden me tu, do thonë, u implementu në këtë ligj gjërat me të cilat ti nuk je razi. Po. Edhe kjo po ndodh. Ose ligji për shëndetësi, ose ligji për punë të brendshme. Kretën këto gjëra që ne si musliman duhet me i vëzhgu, duhet me i analizu, duhet me shiku. Duhet me konë rjedha. Duhet me konë rjedha, duhet me konë... Jo vetëm kur të na ndodh, duhet me konë on, jo off. Neve na del gjumi, vetëm kur ta shumë i pasojen asë. E çka ndodhi? Po ndodhi. Ku ishe ti? Ku ishe ti? Ti dush me konë rjedha. Domethënë, prandaj edhe tekstet e Kuranit, edhe tekstet e hadithit të pejgamberit alayhis salam, domethënë në shumë hadithe, thot pejgamberi, thot besimtari duhet me konë alel yaqad. Po, fatin. Vigjilent duhet me konë. Duhet me konë syqel, duhet me konë rjedha me kohën, çka po ndodh, çka po. Pastaj hedimi hadithin e pejgamberit salam, el mu'minu la yuldagu min juhri wahid marratayn. Besimtari nuk kafshohet për një vrimë dy herë. Na për çdo ditë po kafshohemi edhe çka është më e keqe përsëris apet më mbushim me. Mendojmë se po jo, nuk na tangon neve. Na mendojna se dikush tjetër duhet me ardh edhe me na i përmirësu situatën, edhe gjendje. Ai nuk niset prej vetes. Zakonisht na çdo përmirësim, çdo benefit shoqëror na presmi prej tjetrit. Hajde se tjetri ka me rregullu. Hajde se hoxha ka me rregullu. Hajde se ai tjetri ka me rregullu. Na duhet me nis prej vetvetes. Duhet me ngrit zonin, duhet mu në rend të parë, domethënë me përmirësu mendsinë tonë. Me përmirësu mendsinë tonë, me ditë se çka është e jemja edhe çka është e jotja. Me ditë se ti ki edhe të drejta, por ke edhe përgjithësi. Ke edhe përgjithësia. Dush me nda dhe me kuptu edhe me i ditë. Jo? Edhe në bazë të asaj, domethënë me kultivu jetën tonë. Nëse na presmi tjertë me na mësu, atëherë do të na mësojnë, po do të na mësojnë nga e prapa. Atëherë do të na mësojnë, por do të na mësojnë nga e prapa. Mu kujtu tash një ndodhi në Bagdad, domethënë kur kalon bija e një mizori që ka udhëheq Bagdadin, nuk më kujtohet tash në çfarë kohe, edhe kalon rreth një dietari që i kishte talebët rreth, duke ju dhënë ligjërat. Edhe kjo e urdhnon ushtrinë ato rojtarët që ta marrin hoxhën, ta lidhin, t'ja lidhin durt edhe t'ja lidhin kamt, edhe ta sjellin te pallati i mizorit. Po, i mizorit.
edhe ja përmend ajetin kuranor, nëse nuk gaboj, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Thot Allahu thot e ndihmon edhe jep fitore atij që don. Thot a nuk e shoh thot ti thot që Allahu më ka ndihmuar ti s'ka dhënë ndim. Thot po thot. Thot do ta jap përgjigjen. Thot çfarë është përgjigja? Thot rasti jonë, realiteti jonë është sikurse realiteti i një bariu me vend që i ka, edhe në mbrojtje i ka qend. Thot bariu është Zoti, e krahason kështu për ta kuptuar më thjesht. Thot ata vend jemi ne. Kurse ata qend jeni ju. Thot çka ndodh kur vend largohen prej pushtetit të bariut? Pushtetin kush e marrin? E marrin qend. Edhe qend kur lehen edhe e marrin këtë pushtet, domethënë ky pushtet është për të na kthyer apet te bariu. E njëjta po ndodhet me ne. Domethënë kur na largohemi domethënë prej parimeve të Zotit, prej urdhnave të Zotit, prej parime universale të drejtësisë, prej parimet universale të jetës. Që jetë e cila ndërtohet domethënë mbi parime që nuk ka hata ndaj çdo kujt. Domethënë patjetër ka më na ndodh kjo. Edhe ashtu na ndodh. Kështu që na si o xhallar, po jo vetëm na si o xhallar, çdo kush, çdo intelektual duhet ta ngrit mizanin që të lodhemi pak për të pushuar shumë. Se nëse mendojna se do të pushojna në heshtje, do të lodhemi vazhdimisht. Po, edhe këto pasoja do t'i përjetojnë edhe gjeneratat që do të vinë pas. Çështja kur dikush e merr një përgjegjësi. Në Kur'an përmendet se do të më pas dy cilësi. Me qenë i fuqishëm edhe me qenë besnik. Unë kësaj e kësha shtuar edhe me qenë i aftë. Do shta aftësia hin të fuqia. Të fuqia. Se realisht fuqia të njeri është fuqia e mendësisë. Po, fuqia e mendësisë. Po se fuqia me menaxhu, me resurset, me njerëzit e kështu. Kjo, a na mungon neve sot në këto treva tona etnike, historike, shqiptare? Po, a di që fitojnë një fjallë, katuni që shifët nuk don kallëps. Nuk don kallëps. Kjo është dëshmia, gjendja reale, është dëshmia më e madhe se na mungojnë të dijat. Ose i kemi të cungume dyjat në jetën tonë. Domethënë edhe besnikëria na ka humb, por na ka humb edhe fuqia, që ajo fuqia, se fuqia reale të njëri është fuqia e mendjes. Domethënë pastaj vijnë fuqi tjera. Kështu që dyjat po na mungojnë, domethënë. Po ne nuk duhet të dëshpërohemi dhe nuk duhet të bëhemi pesimist. Elhamdulillah vinë gjenerata të reja, duhet vazhdimisht me punu, që ti vetëdijsojmë, ta vetëdijsojmë shoqërinë tonë, ta vetëdijsojmë se jeta është një mundësi që kretë bashkarisht ta ndërtojnë. A e vëren se këto gjeneratat e reja sikur nuk i intereson në një përgjithësi kolektive. Ndoshta jetojmë në një kohë kur më shumë është e theksuar ajo që quhet subjektivizëm. Unë mendoj vetëm për veten time, nuk më intereson. Më duhet të bisedoj me disa të ri, as që ju intereson. Thotë unë vetë time shikoj ardhmërinë time, planet e mia, karrierën time shikoj. Çka ndodh? Po. Nëse e shoh se nuk ka jetë këtu, kjo është dëshmi se jemi materializu. Po. Për ato dhe ka thonë pejgamberi, Teise abdu dinar, o Teise abdu dirham. Më thonë i mallkuar, i shkatruar, është ai që është robi i shef. Ka të shtuar. Po, e shef që çdo të ri, synimin nuk e ka të shkollimi. Po. Çdo i dyti. Synimin e ka çish me ngritë pasuria. Këtë kanë si një qëllim kështu. Edhe tamam do më thonë e shef atë robrin, se si janë bërë pasurisë. Do më thonë çështjen e dijes, çështjen e kërkimit, shkollimit, e kanë rënë dytë. Do shta shkaku i kësaj se e shohim se njerëzit me shkollë, njerëzit me dituri, njerëzit që janë të knushëm se i themi në ngarqiak, që kanë lexuar, që kanë studiuar,
nuk vlerësohen. Po. Në vazhdimisht margjen. Dësa njerëzit që janë Të pa shkollum, pa diploma, nuk din ndoshta librin e fundit që ka lexuar është abetarja e klasës, po. Abetari ndoshta se ka lexuar. Ai vendos në një pozitë të liderit edhe. Jemi në këtë kohë. I cili na shet mend. Po jemi në këtë kohë dhe tash kjo gjenerata e re, domethënë duke ja shtuar edhe teknologjia, tash materializmi, lukse, domethënë të cilat lukse na na nuk ju kemi pas më herët. Domethënë më herët kemi pas. Shumë fish jetojnë më mirë se sa më herët. Po shumë. Se sa prindërit tanë për shembull. Po shumë fish jetojna, por është një realitet tjetër domethënë. Më të pabom rahat jemi. Dyqysh na mungon ajo rahatia shpirtërore. Sikurse dyqysh jemi të kërkuala. Se ndoshta mos po bëmë rahat. Kurse më herët nuk I kemi pas të lukse, po kemi pas disa synime. Domethënë e kemi ditë se shkollimi është dera e suksesit. Kanë sakrifiku njerëzit për shkollim, kanë hecë 45 km në këmbë, unë e di një rastin, për me u shkollu, për me shku në shkollë të mesme. Po, secili I ka ato përvojat e veta, domethënë tash, secili mund me shkruajt një libër në atë historinë e tina, se domethënë çysh I ka përjetuar ato peripeci, çfarë sakrifica ka përjetuar, kurse sot nuk I kanë. Kjo gjenerata e re nuk e kanë. Ndoshta edhe për shkak këtij luksi të madh nuk pja din vlerën edhe dijes, nuk pja din vlerën edhe shkollimit, edhe kjo është si pasojë e asaj se tash secili e shef jetën botën në vetë. Secili e shef jetën sikurse ai në këtë gjithësi jeton veç vetë. Domethënë nuk e kthen kryen as në djathtë as në të majtë. Se është materializuar domethënë full opcion. Edhe është fundos, po 103% është materializuar. Po inshallah don Zoti na nuk duhet të ndalemi, çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse e shihni edhe diellin duke lind nga perëndimi, edhe në dorën e juaj është një pemë për ta mbjellë një fidan, jo mos e gjuni. Duhet ta mbjell. Me shiku me këtë syrën e materializmit apo me syrën e logjikës bashkëkohore, çfarë dobi kam u shkatruar që u shkatruar dunja, po jo. U kri dunja. Muslimani është vazhdimisht proaktiv, vazhdimisht është domethënë aktiv në fushat e hajrit. Na si hoxhallar, po këtë duhet me mbjellë edhe te xhamati. Dhe kjo është ajo që na motivon neve. Unë jam I obliguar me punu. Nuk jam I obliguar me mbjell suksesin. Suksesi është në dorën e Zotit. Domethënë unë kam marrën këtë dunja me punu. Tash suksesi është në dorën e Zotit. Domethënë në këtë frym na duhet me eduku gjeneratën e cila frym po mungon. Nëse nuk e shef rezultatin me njëherë, thot ka çelodh. Kjo indiferenca që ekziston tek shumica e njerëzve është shumë e dëmshme, nga se njeriu indiferent nuk është I dobishëm as për veten e tij, as për familjen e tij, as për shoqërinë ku jeton, sepse tek ai sikur dominon një bindje se unë çka do që të bëj, s'ka dobi, nuk ka efekt. A fakti është ajo që ne dimi sikur fjalë urtë e shqiptare pika, po mushet pusi. Po, çashtu bash. Nëse shumica që ashtu fillojnë mendojnë në mënyrë aktive dhe nuk janë indiferent, ndryshimi ka marrë. Është një fjalë që përdoret te populli jonë. Ajo çka vjen kuishi pritet e dera. Po. Kurse sot është më e kundërta. Na sikurse s'dojmë me ndisë çka ka ardhur kuishi. Po. Hajtë se s'ka lidhje. Hajtë se ai punë e tina është. Bëje zot ëndër. Po, bëje zot ëndër ose as bilas ëndër do me paj. Kjo është realiteti se çështja e indiferencës është një smundje, domethënë që nuk duhet me kuptu bashkësi shumë thjesht. Se e dimi atë rastin, nuk e di, unë e di që është e vërtet, kur Zoti e obligon melekun që një popull ta shkatroj. Edhe kur shkon meleku, thuhet që ka ndodhur te populli Musës, te Ben Israil, por megjithatë kuptimi është I drejtë. Edhe kur shkon meleku e shef një rregull abid, salih, të adhuru Zotin. Edhe I thot meleku Zotit, jo që Zoti nuk e ka ditë, po kjo është qëllimi, është me na dhënë mesazhin e duhur, që indiferenca na bën dëm shumë. Edhe I thot o Zot, në këtë popull thot pas ka një njerëz që po ta adhuroj ka.
Edhe thuhet që Zoti e ka urdhëruar melekun që shkatrimin ta filloj prej tij. E kështu jemi na. E unë jam i mirë. Okej, ti je i mirë. Mirë, po këtë mirën tonë ti duhesh të brengosësh me pasqyru të tjetrin, duhesh me mbjell, duhesh me ngrit zonën, duhet mu lodh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më i mirë se pejgamberi ka pas me dikush? Nuk ka qenë më i mirë se pejgamberi. A është mjaftu pejgamberi me vlerat e tija që i ka pas? Jo, nuk është mjaftu. Madje nuk e ka zonë edhe xhumi. Madje edhe është zhbërgos, është brengos pejgamberi sallallahu derisa ka zbrit ajeti kuranor, nëse gaboj na përmirëso, fa anta tukrihu an-nas an yakun hatta yakunu mu'minin. Shka i të brengosti? Po, mos mundo me ua imponu, domethënë besimin edhe vlerat e një besimtari që duhet mi pasën. Kështu që vetëm se shkatron vetën tënde nga brenga, domethënë për ata që nuk bëhen musliman. Po. Domethënë kjo është modeli i pejgamberit. Kjo është modeli i Islamit. Vetëm si një përkujtim, ti me sigurisht e din këtë. Shkaku pse fisi Kuresh edhe i drejtarët e Mekës se kanë luftuar pejgamberin sa ka qenë se qasja e tij nuk ka qenë qasje pasive. Po. Ose individuale. Po, se kishte qendruar pejgamberi sa. Po. Do me suaj dhe me mu. Po. Kina me jetu. Ju vazhdoni jetën tuaj. Boni zullum, por ka qenë qasje proaktive, da? Jo, madje pejgamberi alayhis salam e dimë dhe kemi përmend shpesh në për ligjëratat tona. Pejgamberi alayhis salam i ofruan post. Po. I dhan pasuri, i dhan martesë me bien më të mirë të vendit. Gjitha i refuzoi pejgamberi. E kjo neve po na ndodh. Sa i ka me ndryshu. Po ka me ndryshu. Edhe mendsinë, edhe realitetin shoqëror që ka ekzistuar. Ndryshim në nivelin kolektiv. Jo në ndryshim në nivelin individual. Këto janë disa, domethënë, pasqyra të jetës praktike të pejgamberit alayhis salam, që po na mungojnë në jetën tonë reale. Po. Unë shpesh herë tham, pasha Allahun e madh, kur kush nuk na pengon me i fal 5 kohë namazit. Edhe kur kush nuk na pengon me ndërtu xhamia. Edhe kush nuk na pengon me shku në haxh, edhe me dhënë zeqat. Por nëse gjitha këto që i përmendëm, i reflektojmë në përmirësimin e shoqërisë tonë, atëherë këtu janë pengesa. Kështu që kretë në këto i bojmë për sfidat edhe pengesat. Po, atëherë fillon lufta reale, se nuk është luftë reale, se kur kush nuk vjen me thonë pse po falesh. Edhe si pikë e fundit të cilët inshallah shkurtimisht do të flasim, çështja e transparencës. Sot shumë përmend kjo transparencë edhe llogaridhënie. Islami këto i ka vendosur si parime bazë, i ka precizuar, i ka betonuar në vetdijen e një besimtarit. Në veçantë llogaridhënien. Pejgamberi sa thot, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ose llogaritën e vetën para se t'ju llogarisin ditën e gjykimit. Tek ne njerëzit sot sikur kur i kërkon ndonjë me dhënë llogari për ndonjë punë, tamani shembull të thjesht, mjeshtin e ke angazhuar me të bëj diçka, kur e shikon se ai nuk i përmbahet as kushtet të marrëveshjes, as punën se ka bërë si duhet, nervozot, hidrote, kush je ti me më përzim punën time. Domethënë ne këtë llogaridhënien sikur e kina hek nga as transparencën që pse ka që me u pengu njerëzve? A është kjo reflektimi, a pasqyrimi asaj indiferencës dhe asaj që ne jemi ma të mirë të tjetër ma keq se ne? Shpesh herë na e demonstrojmë atë egoizmin, kryelartësinë, e demonstrojmë, domethënë, mos rivalitetin, spranojmë. Ose unë ose s'ka. Ose me mu, ose pa mu s'ban. Taj e kemi vërrejt shpesh herë. Ose krijohet e mendësia. Shumë le të drejtojmë gishtin ka tjetri, a ka vetvetja, asnjëherë. Edhe me një farë mënyre, domethënë nuk pranojmë kritika, se mendojmë se jemi të përsosur. Okej, në rregull. Ti mundesh me i bë për shembull brenda 100 veprave, 99 vepra të mira, po të 100 të mundesh me gabu. Po në çka bëjna?
Jo, nëse i kam bon 99 mirë, për të 100 t'i zban me ngritë zonin. Ose zban me më thonë që kum gabu. E kjo mendësi është, dhe më thonë, defekt i, unë e thamë kështu, defekt i i sinceritetit. Mungesë e sinceritetit. Mungesë e asaj që na do më thonë mendojna se na duhet me konë më i miri, edhe më të mirë se unë zban me pas. Na e dina Kjo është një vetë besim dhe vetë pëlqim shumë. Po, kjo është. Kjo po na dëmton shumë neve. Kjo po na dëmton shumë neve. Para mendonive, Zoti pejgamberin alayhis salam i ka thonë: "Wa shawirhum fil amr." Wa kujt i ka thonë? Njerit më të mirëve i ka thonë. Wa shawirhum fil amr. Ka ndihmuar prej Zotit me shpallje. Na thjesht nëse Zoti neve na ka dhënë një sukses në një veprimtari tonën, edhe sikur e krijojnë atë mendimin se unë jam i paprekshëm. Edhe zguxon kërkush unë jam ideal. Po, unë jam ideali. Unë jam ai perfekti, unë jam ai që nuk duhet dikush me ngacmu ose me mprek me fjalën. Po para mendoni be Omer ibn Abdulazizi që historia e mban mend, rahmetullahi alej, e mban mend për drejtsinë e tina, më të madhe sa që domethënë historia e llogarisë se halifi i 5 më i miri që ka qenë atë. Para mendoni e pagun një njerë i cili do t'ja tregon vetëm gabime. E na për çka pagujmë na? Na pagujmë na njerëz që njerëzit me na lavdru. Edhe me na imbulu ato mangësitë tona. Edhe pastaj domethënë me plot burrni të rrejnë shumë, domethënë demonstrojmë se na jemi të mirë, se filani ashtu më lavdru mua. Kur do të mburemi se filani më ka kritiku? Se aje ka tamam unë e kam gabim. Ka ndihmu të zbuloj një defekt që e kam tonë. Pastaj domethënë na po harrojmë se jemi njerëz na. Kjo mendësia se unë jam i ideal, nuk kam gabime, kjo është shumë e rrezikshme për njeriu. Jo e rrezikshme, kjo është gjëja më e rrezikshme. Që neve domethënë po na çalon jetën tonë. Edhe ti edhe vetë Allahun në jetën tonë të përditshme. Zakonisht për çarjet në shoqërinë tonë. Për çka ndodhin? Ndodhin se jemi tu garu se kush ka me bë punë më të mira, kush ka me bë punë më shumë? Jo, domethënë për çarjet zakonisht ndodhin për shkak të kësaj pikërisht, se nuk jemi transparent. Po. Ose thjesht nuk ki nevojë ti më ma thonë një gabim që unë e kam bën, ose lem të vazhdoj çashtu se ma prish terezinë e jetës. E kum vendos një sistem. Po, e kum vendos edhe mos ma prish, po. Unë jam çështu, ti zban me fol se unë e kam këtë gabim. Këto gjona domethënë janë gjona që na kushtojnë shumë në jetën tonë dhe na çalojnë shumë në jetën tonë që të ecim drejt suksesit. Po, dhosh Zoti. Edhe pa mundësojnë suksesin. Po, patjetër, unë e thash në fillim. Do shta për një kohë mundet me kalu. Suksesi nuk ka hatër. Suksesi ka parime, ka rregulla. Dhe këtë ne i dëshmon jetave. Ka profesionalizëm. Shikoni be jetët e shtetet e zhvillume, ku nuk e besojnë Zotin. Në të njëjtën gjithësi jetojna. Ata dhe na. Si kanë mundur ato me bë kushtet e jetës? Për ata lind dielli i njëjtë dhe për ata perëndon dielli i njëjtë, po. Si kanë pas mundësi ata për shembull me hec shumë përpara, që për neve ata janë 2015 ose 2016, kurse na kemi ngec mas tu pretendu se na jemi më të mirë në emër të Islamit. Ti je musliman, ama e ke pyet veten ndonjëherë sa i zbaton rregullat e Islamit? Sa jetoj Islamin si shoqëri, si qenie shoqërore. Sa je mishru me parimet e Kur'anit. Se si individ në secili thotë unë e praktikoj Islamin, po sa je praktikon Islamin si një fe e bashkësisë që i ka përgjegjësitë shoqërore edhe ata që Hoxh, na po gabojmë një sen, se na kemi ardhur në këtë botë, domethënë prej një çifti. Që është ajo domethënë prej nonës biologjike dhe babës biologjik, që ato domethënë janë një celulë e shoqërisë. Qartë. Kjo ka domethënie.
Domethënë kjo është domethënia kryesore, edhe thelbësore është që ti jetën tonë gjithmonë duhet me këshirë, domethënë në rrafshin kolektiv, jo individual. Se familja është pjesë kryesore edhe boshti i shoqërisë. Hoxhë nderuar, Allah është përbleft, të munduam disa pika bisedojmë, qetë, me qëllim që ta iniciojmë dhe ta nisim inshallah një nisme në cilën do të vëdësohet populli jonë edhe do të shikon se edhe kur kritikojmë qëllimi është që të përmirësohet. Dorë Zoti që dhe vëdësohemi dhe këto janë temat që unë mendoj se duhet t'i theksojmë në për ligjeratat tona, që në ligjeratat tona nga këtë dimenzion i vetdijes ti furnizojmë dhe ta edukojmë xhamatin tonë dhe shoqërinë tonë. Ta fillojmë së bashku ndryshimin kaq më mirë. Allahu na mundsoft që të jemi të dobishëm. Të nderuar shikues vëllezër dhe motra, ky ishte podcasti i kësaj javës. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.